Me 15 lekë të reja e rriti çmimin e litrit naftës, bordi transparencës që vetëm transparencë nuk bën. Nuk na thot asnjëri zyrtarisht dhe në mënyrë bindse se sa është kostoja e naftës së importuar në Shqipëri dhe sa janë fitimet e oligarkëve që po spekulojnë me krizën për të bërë edhe më miliarderë se që janë. Në një gjendje ku ekonomia shqiptare po hyn te një krize që shkon për te çmimit naftës, që do të reflektohet te çmimet e produkteve industriale dhe bujqësore, është urgjente që qeveria shqiptare të vendosë me ligj standardin e minimumit jetik. Sot që flasim, pensioni minimal në Shqipëri është më pak se gjysma e minimumit jetik, për të mos folur pasaj për ndihmën ekonomike që shkon në mënyrë qesharake sa 1/4 apo 1/5 e standardit të minimumit jetik. Mirë po, një qeveri që mendon ore çash si të vjedh, një qeveri që ditë i shërbej vetëm oligarkëve, nuk ka përparësi hallet e qytetarëve, hallet e më të varfër, hallet e shtresës mesme. Lëvizja bashkë që prej fillimit vitit 2023 ka çuar kuvendin e Shqipërisë projekt ligjin e minimumit jetik të mbështetur nga 20.000 qytetarë dhe kjo shumicë qeverisë as e voj ujë të zjarr, as për ta diskutuar lere më për ta miratuar minimumin jetik. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne si qytetarë të ngrijmë zërin në mënyrë të koordinuar e të bashkuar për të kërkuar jo vetëm luftën ndaj korrupsionit, por mbi të gjitha drejtësi shoqërore.